Kisha po dyja lajmet, të emisioni me njerëz tumër, o dhe dha gjakojnë të, ati e djova, edhe u veshëm erdhë me njerë. Si e njihni çiftin? Shumë mirë, ne kemi pasur Si janë trajtuar njëri me tjetrin? Po ata kanë kaluar mirë, ishin anë lartë në malësia, erdhën këtu kanë vite, mirë kanë shkuar këtu. Tani unë... Burime në zonë bëjnë me dije që kanë patur konflikte të Mo vazhdueshme. kanë patur, unë së rri këtu në Rrim Budalli, unë jam mik, kupton? Sa fëmijë kanë? Prindërt e sa fëmijëve janë? Nënt, një ashtu tjetër në Greqi. Tani unë të gjenjë kot, unë jam i larguar pak Rrim Budalli, si jam këtu i lagë. Keni kontaktuar për herë të fundit? Po Benca, një vit dhe gjysmë. Kishin probleme pronash, probleme familje? Djeni tuaj? Nuk di, të gjenjë kot. Di që si një mik i kam marrë, më kam pritur, të rregull, familje rregull. Si po reagojnë dhe u shumë familjarë të tyre? Tani unë ku e di kjo ka qenë konflikti qasit, as e kam pasur, unë jam t'i lartë, tash nuk i di të gjenjë kot, unë them atë që di. E dini që bante armë në shtëpi? Ja, më që ne, unë gozdaje, e ka të qupaj, unë se ime gozdaje. Kush nga banor të fshatit tha që me ardhin e djalit nga emigracioni ata kanë patur debat, pasi djali përdorte lëndë narkotike dhe alkool. Po tani unë... Si dhe bigjoz. Po dhe mundën, unë nuk di se Rrim Budalli, tash edhe njëherë, për gënjej kot, se këto janë gjëra të flash me kompetencë, jo të flash kot gënjesh. Kurzi. Unë jam në Budallia. Kishte marrëdhënie të mira? Të mira, kam njohur për atë kohë, kam njohur mirë. Tani këtu kalamaq, nuk di tani që çka kanë ndodhur këto ditë, këto muaj. Sa vjeç është djali i vogël? Nuk e kam iden sa vjeç është. Po ka qenë Greqi, i madh. Jo si Sa ishte 80 informacion. vjeç, ai ishte 80 vjeç. Pse është kthyer djali nga Greqia? Nuk kem patur lidhje për ato po. Them kot. Se si do të informatat kota, kupton? Tani do të them ça di. Si u informuat për ngjarjen? Në anë televizioni, ajo dhe da njerëz shumë që po hitë, djova di. Nja ishte një grua e mrekullueshme për mua. Ishte një nga gratë e rralla. Unë e respektoja tamam si një motrën time. Tash se si ndodhi se di. Çfarë të themi më? Shefiti? Shefiti nuk e di. Konsumonte alkool? Jo, asnjëherë alkool, vetëm alkool s'përdorte kur ai. I vetmi burr që s'përdorte alkool. Mendojnë që ardhja e djalit vogël nga Greqia ka qenë Mbase ka qenë problemi. Si ishte djali i vogël, konsumator? Ai ishte një nga djalët më të urtë që se si ka patur problemet e tyre. Në momentin që ndodhi ngjarja ju si Jo, nuk isha në shtëpi. Isha ende nga baktit e mia. E dini që mbante armë në shtëpi? Jo, nuk e dija. Se janë zëntarë këtu në fshatin tonë ata. Sa vite kanë? Po, mbi 20 vjet që kanë ardhur këtu. Si njihit juve nga larg? Nga largu i kam njohur njerëz më të mirë këta këtu. Komshit më të mirë që kisha. Sidomos zonja. Zonjën e kisha tamam si motrën time. Me çfarë punësh merresh? Nisi ishte moshë. Vetëm ajo mirës me këto, me pularit, me këto, me të gjitha gjërat. Me kë jetonte çifti? Të dy vetëm. 9 fëmijë ata jetonin vetëm. Në emigracion. Kush ka qenë shkaku? Nuk e di. Edhe para 4 ditësh kanë patur një grindje. Po, e di atë, problem që ka patur një grindje, nuk e di. Se të them që... Pisa po thoshin që me ardhen e djalit një të djerën nga emigracioni kishin lidhur debate. Idi debate, se më dëgjoj mua zotëri, se të tërë, nuk e di, jo. Kështu thonë, nuk e di. Masa ka lozë e loto, nuk e di, se si, kështu kam dëgjuar. Ka lozë e loto, gjithmonë ajo është problematika. Tash do më falni se... Se merresh në përditshmëri? Ky në përditshmëri këtu kollaç ka qenë, me baçë këtu. Merresh ka qenë kollaç këtu. Po zonja e ndjer? E zonja këtu, shtëpia. Me çfarë keni filmat? Nësi kemi se këta janë ardhës. Këta janë ardhës në leva një plak qa quat. Në komunitet si njihen këta si çift? Këtu në komunitet mirë një si qift, nuk ishin gjë. Vetëm me këtë kur... Në familje këta para disa Ta kanë, vitesh kanë qenë me kunatin, se ka kunatin këtu. Dhe të shpinë 3 kaqa, kam pas me njëti nuk flisin, nuk shkonin. Po çfarë Ashtu, pse? nuk e di. Zishin Konati dhe... vllai i këtij. Vllai dhe motra kanë këtu, se kanë këmbyer. Po brenda familjes kanë patur grindje se ka ardhur dhe policia? Nuk e kam marrë vesh. Të gënjej të them që se di. Çfarë problemesh kanë pasur në familje si çift? Si çifta nuk janë dëgjuar. Problemet, nuk janë ndjerë. Po me fëmijët kishin probleme?
Nuk e di se kanë qenë të larguar fëmijët. Fëmijët ta vinin shpesh? Jo, fëmijët e mëdhenj nuk vinin shpesh. Një prej djemve që është kthyer tani afër, përdor të alkool? Nuk e di, se di, nuk e di. Si ndiheni pas kësaj ngjarje? Po shumë të tronditur se një gjë shumë makabër që është bërë në familje. Ju si e mësuat lajmin? Në marrë telefoni, se unë ishe në punë, punoj largë në një fshat tjetër, edhe kur e pash në telefon, më merr dhe motra në Tiranë, e tha këtu, tha, ka ndodhur aty, më nuk e di, thash, vetëm kur e pash në telefon. Ja, unë isha në gjumë, gjëndi, se unë jam i smurë, gjëndi. Edhe jo më kje policisjera dalë aty, qyshe vidi, ka pra të qoqet, ka pra dhe vetëm, ka i di unë. Kam patur konflikte më përpara? Nuk e di gjenjej se ata janë të ardhur. Ata janë të ardhur, po janë të ardhur që para shumë vitesh, që do të thot ju banorë bashkëshatar me tash? Ne bashkëshatarë kam ja kur kam shpinë këtu e i ka kema tanë. Hynin, dilnin me njerëz të tjerë në fshat apo ishin të mbyllur? Jo, ajo shoqja që të mund, ajo marrë shumë keq për atë. Sa ajo shikon të vetëm punë, më zdinë të ajo, asë gjë tjetë. Punë me qa pune? Me qarë mereshin? Aji e të shpi meresh. Ajo është të jake, s'dile nga shpia kur shkëtë. Jetonin vetëm apo me fëmijët? Fëmijë ka, po nuk e di të gënjej. Jetonin vetëm, po... Nuk është se ishin të varfër në gjendje të rënduar? Jo, mas ishin atë gjendje, ata gjuna të është. Djetë drejtje merë vesh të punësh. Si mendon? Ka ndodhur ngjarje të tilla këtu më parë? Ka pasur ngjarje të tilla në fshat si kjo? Jo, ne po çuditemi. Mirë. E kisha një kontakt, e tritat e lokali, kemi pirë kafe, shkonin shumë burre grua. Para 25 vjetë kam marrë trullin e burrit tim këtu, edhe hynim dhe dilnim më para. Kanë qenë shumë njerëz të mirë. Nuk e di se nga i erdhi. Në Tinojnë tuaj kanë patur konflikte? Jo. Ajo herën e fundit i piu kafe tek mua, më tha pak do rritha se do ikin se kam burrin smur, kam shefikin smur. Nuk e di se nga i erdhi pastaj. Ku ka ardhur djali më i vogël? Djalin nuk e di se unë rri në punë. Fëmia i tyre i madh kush është? Arjani. Ai është në Greqi? Të gjithë fëmijët ajo i kanë në Greqi, në Angli ka një çunë dhe 3 vajzat i kanë në Greqi. Një vetëm ka në Shqipëri. Kishte kontakte të vazhdueshme me fëmijët? Po kishte ajo qante, për vajzën e madhe i qante, se kishte pa fëmijë dhe qante sa herë. Vajza e madhe është në? Në një fshat Berati të lart, nuk e di. Domethënë nëse flasim për ato pjesën e djalit vogël, ishte mbaruar në shkollë, ishte penduar? Jo, në Greqi ka qenë tërkohën. Këto muajin e fundit e kam parë që ka qenë këtu me këta. Bënda thife mund se më ka pasur me djalin, e shellur për djalin, se çdo nen për fëmijën bëhet copa dhe këtu kanë qenë sherrët ta mundani, nuk e di saktë. Emri juaj? Natasha. Po mi emri Natasha? Vrapi. Faleminderit shumë. E dashur, sot është dita që janë hapur dyert e mortit. Trupat e 2 të ndjerëve ndodhen në të njëjtën banesë? Vetëm dashuria është këtu, kurse shefitin e ka lënë djemët e kanë lënë mort. E ka lënë sa të qetësohen, pasi dhe marrin, nuk e di se mora. Ka një situatë tensionuese mes 2 fisëve? Ata fisi shefitit nuk ardh fare këtu. Vetëm janë njerëzit e dashurisë, vëllezërit, motrat, mbesat, nipër këto. Jeni të tronditur? Unë dije të them të drejtën se kisha pak tokë andej dhe vajta pak shëllim. Edhe kur i ka ishte qetësi, kur u ktheva, vetëm pa shulërima dhe dje se më kishin pirë dhe rishin. Edhe i thash burrit që qëndroj një çik ti ndajmë se gjuna. Po më vinte keq edhe kur mora vesh, kam qarë. Kam qarë për atë grua, se ishte shuzonjë. Dje ka marrë vesh lajmin në orën 3 pa i qerek. Më ka marrë nipi në telefon, edhe nga puna e nga drekën, u qetësova pak, telefonin në tavolinë. Më bie telefonin në Messenger, për moment, përtova të ngrishin.
Nuk zjara dorë, thash, kush merë do marri prap. Po më blonte diçka në gurmas, nuk po rria dot. Pa kalu 1 minutë, unë rrita dhe mora telefon, shiko nipi. E marrë telefon dhe më thot, kanë vdek të 2 daje, e ka vrarë. Në atë moment, ka marrë vllajën e madh në telefon, morëm njëri tjetrin, për ta shpëtuar, mu e gjeni do të gjallë. Se rrimi fshat, Allah mbres. Miroskovec cilar, edhe këtu, ishte policia, media, të gjithë, nuk na lejon të hyjnë brenda, okej, s'ka problem, shteti bën punën e vet. Ja kështu. Po, për ishin një atje një të konflikte që kishin patur në ardhin e djalit nga emigracioni? Ai ka qenë problematik, ka qenë. 50 vjetë motra jonë gjithmonë, pra te ka qenë mbules. 50 vjetë. Për shembull, kishte hije prindrit të rënd, jo një baba. E mësirë, të vi fëmija ta përqafoj, të vi gruaja se jemi vetë familjar, hidhi dorën në qafët, u lodhe, u bere, kupton? Kupton? Ja i shanë. Para 10 ditësh mund t'i themi, i denacioj në polici. Vjen policia këtu, merr motrën, merr dhe nipin. Më marri telefon nipit nga Greqia dhe më thonë, Dalja, shkon në Roskovec se ka marrë policia maman dhe Arturin. Përse i ka denoncuar shefiti? Kriminali. Kishim millë ca gjera në poshtë, patate, kupton? Pse i mbodhe këtu, po s'më falë, e si mbodhe këtu. Vrej mbodhe djali, nuk të ben, këtu mbillit ti më te i modë. Para 10 ditësh? Urdo? Ishte dënuar apo Jo. Për moment nuk pata mundësi të vija në atë moment që më mori nipi telefon. Vjen çupa, kisha gocën në shtëpi se kam shkollë në Tiranë. Bie gocën në Roskovec, e nis për në Tiranë gocën. Edhe vi këtu te motra. I brenda e gjej të tre. Sa i brenda filloi motra po ngushëllojsh. Nipi i ka pa piqafi për qafove. Qa kini? Qa ka ndodhë? Po ja, i vata, reshefit. Pse pesh? E ke djallë. Nuk të pëlqej tu, haj këto, modë mos i mbill këtu. Mbilli më tej. Qetësoni. Qaj? Konflikte banale. To janë konflikte kot. A i me fjalë ka qenë problematik. I ka dënuar më përpara? Te do të them se unë kam jetu në Greqi 25 vjet, unë tani që të themi një burr i dhunshëm ka qenë. Po nuk e mendoni kurse si që të arrinte deri këtu? Ja kaq, të arrinte deri këtu dhe para 20 vjetësh ka bërë vetvrasje. Ka krijuar vetvrasje. Po. Prapë këto gjëra. Ku ka qenë? Këto gjëra. Para 20 vjetësh. Në mars të 2000 është regjistruar në polici, në mars 2026. Do 16. Ja, 2006. 2006. Arbeni është i madh. Arbeni është 50 vjeç. 51 Arbeni. E poni të 67 Po sot është ceremonia martore dhe trupa do të cilën të ndarë. Trupa po, ne kemi marrë të ndjerë në tonë, motrën tonë, dhe ta varrosim lart ku kemi nëna dhe baban, të jetë në mes lule. Nuk më intereson fare. Atë e kam dhënë me zë dhe me shkryp, ta e meni dhe e gropostin në kanalin më të thellë. Pa qantë. Nuk më intereson fare, nuk ka asnjë. Nuk I ka ardhur asnjë. Kush I shkonte mende do kisha jarë më të vëlla. Kush I shkon mende se do kisha jarë. Se nuk mund të vrasë në nesër të madhe. Po, 20 vite më parë kur është Shëti, po ka gjithë, shëti. Edhe të dojtë vërse vetë me armë, 2006, mars 2006. Pardon? Po.
Je prim. Je prim. Mos o zot ndodhi. Do ta mbrosh, do ta mbroj fëmia. Mos o zot.